Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Mirëmëngjesi. Ka që bukur. A më të pëlqen? Kështu janë nis dita. Kështu janë nis dita. Dita janë nis kështu. Fantazi. Healthy. Shumë bukur për mua. Po shpresoj. A vo? Bravo. Me lokalin e ti, numër 2, e mira. Shumë bukur të kuka. Po në me? Po ma qënë madhe si kur më konë Itali. S'ka lidhje mësosh. A e ku mësu Shqipen mirë, a? E, bravo, ape preki huna. Kashta e ka bën. Në u kanë shua? Po shiu, edhe koha keqe, edhe flokt. Ndikojnë ato, gjë vërtet. Veç pak. Te bukur je vetë. Mos e ndroni programin, nene këtu, se do të shkojnë që tash me reklam. Shimi për pak. Një, 2, 3 shikues. Mirëmëngjesi gjithë juve, ka do që përna ndeshni në këto momente. Mirë se po takohemi shikues edhe një epizod me shijen e anës. Knaci që edhe një të djeli jemi bashk, knaci që jemi djeli për ju çdo të djeli në Klan Kosova me emisionin Shija e anës. Na ndeshni live tani në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube shikues. Subscribe, like, follow të gjitha kanalet tona zyrtare. Si që po e shihne, mu kanë shkurtu flokët, mu kanë hinuj. Me zi s'kom prit me i prej flokët. Është dosh moti me i prej, pa ajtë kështë. Ta nxjerim pak vathin në pa, edhe ja. Flok natural të shëndetshëm. Me qëllim si kam prej këto 3 muaj shikues, sepse kam prit kur na vjen musafiri, pra iftuarit të cilin e kemi sot, Dashi Krasniqi, sa vike prej Gjermani, sa shkojke. Hajde Breana, hajde na i ditë, thoj këti feni rati flokët, hajde bënë për... Ja, e të shua. Parti në emision, se kom një jetë me prej. E di që mu pa të mbo maje shikus flokët, po ja tash i kemi fresku. Shumë bërprita e ta shumë pak preme, veç kur bishim flokët që kaqë. Hajt, pas e po t'i pastroj. Kam knatësi që sot, pas 9 viteve shikuaj, se u futa në Instagram, ja do t'a shojmë tani e këtë fotografia, ja. Dashi, edhe Dashi shumë i ri, edhe une shumë i re. 2017, para 9 viteve pa ta realizu një intervist me Dashi Krasniqi, floktarin e mirënjohur nga Kosova në Gjermani, në Düsseldorf. 33 vite karrierë me këtë puna. Lloj sfilate në Gjermani, me lloj fytyre publike, personalitet, është taku e është marrë me flokët e atyre. Do ta tregoj shumë për përvojën e tij, karrierën e tij 33 vjeçare, kur e mendojmë 33 vjeç, mendoj njeriu që Dashi ka 80 vjet, po si ka 80 vjet. Edhe pse e ka martu djalin, edhe Dashi me mujt e martojmë edhe një herë. Shaka shikoes. Vjen mirë që shqiptarë të suksesshëm gjithmonë kam pas synim që të realizoj intervista me shqiptarë të suksesshëm në përbot. Kam pas ma herët edhe në KTV rubrikën Shqiptarët në përbot, pra kështu kam sjell përmes emisionit tim të atëhershëm jeta, intervista të shqiptarëve, qoftë në Kosovë e jashtë kufive. Ishte pra atëherë intervista në për rrugë që patëm realizu me Dashi Krasniqin, dhe qysh para 9 viteve mbaj mend që patëm thënë që një ditë do të vi në Kosovë dhe do të hapi diçka. E realizoj këtë gjë. Le estetikma me apostrof Prishtinë e gjeni në Instagram. Dashi jo vetëm që ka ardhur dhe ka hap një lokal me 4 mure sa për mi prej flokët e me ngjyros, ka ardhur me një koncept totalisht tjetër, duke filluar nga
bukuria estetike. Pra nuk është vetëm dashi, është dhe dikush tjetër. Dashi po sjell përvojën e tij 33 vjeçare. Çka e dallon dashin nga floktarët tjerë dhe çka është stili i tij? Unë kesh atje, ma buni dashin i kafe. Hana e për kafe, ke muti me shi, zymt, s'mu hapshin sytë shikos. Tasha ti çka dash, se ke ora 2 shikos. Tasha las mos ta pi kafe. Kur ma solli kafen, pa unë e kom bu. A e ka 300 ditë. Atëherë, pyetje nga publiku kanë ardhur komente, ai do të na përgjigjet vetëm pas pak. Po e shihni që para meje kam disa produkte, kemi baby spinach dhe kemi mish viçi. I thash, Dasha vëdo me të gatu, qa dush ta unë e këta krejti ha. Atëherë i thash, me qenë se jemi në pranverë, do të gatuaj një salat të lehtë. Do të gatuaj një pjatë të famshme italiane tagliata. Edhe para 2 sezonave pa ta gatu, e pa të bë salatën me rukolla, pra sot kemi baby spinach, s'po flasim më shumë për recetën, sepse vetëm pas pak do ta gatuaj. Atëherë, du me falendru Tulipan Flower Shop që jepi jetë shikues, shijë anës me lule, sot kemi trëndafil, kemi gipsofilin, kemi gerberin, ja ku mësua edhe amra ta peshene. Du me falendru që Albertën, që si gjithnjë është pjesë e emisionit tash e 4 vite me shijën e anës. Krejt ju që po renovoni shtëpit, po bleni shtëpi, dhe s'po dini ku me ble, shtëpia juaj është që Alberto, përdorni kodin shijë anës për 10% dhe fitoni automatikisht zbritje. Ujë më i mirë shqiptar, ujë tepelen, sot, dhe si gjithnjë do të pim ujin tepelen dhe lëngun e frutave 100% natural nga Italia, e kemi Santallin shikues. Falënderimi ju takon juve që si gjithnjë jeni me ne. Kështu që u mbusha me frymë. Harova Jana, faleminderit Jana, pra për grimin dhe dashi krasnisin për këtë prerje natyrale. Përndryshe, jam thime të madhe. E di që edhe juve po ju intereson ta pyesim dashin se a ekziston ai farë mënyre, sepse ka dikush që sikur ju që po më shaq këto momente, që s'ka qef me dy flokt. Si ti mbulojmë thinjat, do ta zbulojmë vetëm pas pak, po shkojmë vetëm me një reklam shikues, sepse do të kthehemi për të gatuar super sallatën e famshme nga Toskana e bukur e Italisë, tagliata. Mos ndroni kanalin. Shikoj sa në të momente për të gatuar një salat që do të hani në secilën stin të vitit. E shëndetshme, krejt kemi nevojë për perime, po krejt kemi nevojë edhe për mishin. Dikush thotë mishi i tepërt është i dëmshëm, çfarë? Çka e tepërt në jetë është e dëmshme. Edhe gjumi i tepërt është i dëmshëm, a vëzheni? Atëherë, çka na nevojitet për të salat? Salat e njohur italiane nga Toskana, tagliata, e njohur si tagliata di manzo, një recetë nga Toskana, po më pengojnë flokët shikuesa. Një shnollë të kisha mos, s'ka lidhje. Atëherë, çka kemi këtu? Kemi vajin e ullirit Monini, vaj ekstra i virgjin, 100% italian më i miri. Kemi 2 lloje të balzamikos, me këtë në dorën e djathtë që e kemi më të trasha, e kemi ja pra pamjen e brezës, është fantastike. Këto lirisht përdoreni edhe për ëmbëlsira. Do ta dekorojmë në fund baby spinach me të. Ndërsa, afër meje kam 200 gram mish viçi, ja, i kemi prerë në copa, të cilin do ta marinojmë me këtë lloj të balzamikos, e kemi më të hollë nga punti. Do të vendosim tani balzamiko tek mishi, krip, piper të zi dhe vaj ulliri. Ju që jeni në shtëpi, leni marinimin për gjysore, 1 orë dhe 2 orë, pse jo. Sa ma shumë të marinohet, ashtë më shumë mishi e thith balzamikona dhe pastaj kur të piqe do të lëshoj edhe aciditet shikues. Unë do ta marinoj vetëm 10 minuta sepse jemi në emision. Dhe afër meje kam djatin parmezan, të preferuarin timin, të cilin me këtë ndihmë që i qërojmë patatet, ja pra kështu, do të krijojmë copa kockja. Ja sa e letë, sepse nëse shkoni me thika e pen her ma trash e her ma holl. Kështu që këto i keni barabarta edhe bukura. Ja pra. Dhe një. Ja, kështu pra. Ja, pra në këtë formë do t'i krijoni pra copat e parmezanit. Po e lëm dhe pa humbur kohë shikues, po fillojmë me njëherë marinimin e mishit të viçit. Thash pra, këtu kemi 200 gram, do të shkojmë me njëherë me kripën, si gjithnjë krip të detit të kshijanit shikues, ja kështu, pa krip. Do të shkojmë me piper të freskët. Ja.
do të vendosim vaj ulliri, pra nga monini më i mirë. Thash një sallat që ju merr kohë, ishte më shumë, ishte më pak se 10 minuta. Ja, vaj ulliri dhe do të shkojmë me pontin shikuesa, ja. Ja, pra, do ta marinojmë kështu mirë. Ja, pra, mishi tashmë veç po marinohet, kisha pas pak bukë, kisha një. Po presim 10 minuta dhe kthehemi pastaj për t'i pjekur. Duke u pjek mishi shikues, do të fillojmë dekorimin e pjatës me baby spinach dhe parmezan. Shikues, fërterja na është nxehtë. Sot kam zgjedh fërterën me vija të skarës që kur t'na piqet mishit na duket më bukura, më elegant. Atëherë do ta marrim menjëherë vajin e ullirit, monini, vajin ekstrat virgjin. Pra mishin do ta pjekim vetëm me vaj, ja kështu do të vendosim pak vaj, mos harroni me vaj ulliri, mos e lani shumë me unë nxe, sepse digjet. Atëherë pa humbur kohë, direkt do ta marrim mishin. Kanë kaluar 10 minuta, ju thash shikues, ju në shtëpi edhe gjatë gjithë natës lejeni, ja. Hajde një pami për jo afër caki, ta shohim mishin, o zot çfarë arome po vjen. O zot, s'po di. U shkriva. Thash më herë gjuna që nuk kemi buk, e kisha ngjy bukën. Atëherë ta vendosim mishin, ja. Ja, kështu. Ja, kështu. Okej, shikues. Mishin do ta pjekim në temperaturë mesatare. Do të thonë ja 2-3 herë do të shkojmë duke e kthy. Ja. Ta shohim ja pra mishi si ka fillu, ja dhe ka marrë ngjyrë nga balzamiko. Ja pra po shihet si ka fillu mishi me marrë ngjyrë, këtë fal balzamikos, o zot çfarë arome. Ja do ta shkojmë ta kthejmë ja kështu. Do të fillojmë t'i kthejmë copat, sepse pjekja do të shkojë dal nga dal dhe do të shkojmë 2-3 herë duke i kthy, duke u rrotullu, ja kështu. Atëherë shikues, derisa mishit na piqet, ne do të vazhdojmë këtu. Tu ka marrë një pjatë, ja. Gjithnjë për sallatat tilla dojmë pjata të cekta. Një pjatë pak më elegante kur keni ndonjë të ftuar, thash që është një sallatë të thjeshtë. Ja, pra këtu parmezanin e kemi coptu, e holla, pa hajmë. Sallatë shumë e thjeshtë, do të marrim baby spinach, ja në këtë formë, do të vendosim tek pjata, ja. Ja, shumë e thjeshtë. Besoj që edhe doshë dir me bo këtë sallatë, se s'di alo a dir me gatuaj. Ja. Shumë e thjeshtë, e shëndetshme. Ja. Besoj mjafton. Tani do të vendosim pra parmezanin, ja, të cilën e kemi re më herët. Ja, pra, kështu në mënyrë të çrregullt e vendosni djathën. Tani do të vendosim vetëm, ja, mjafton. Kripdeti, do të shkoj me pak piper, ja kështu. Piperi jep shije, gjithandej shikues. Tani do të vendosim pak vaj ulliri, ja, nga monini. Ja, pra, vendosim pak vaj, ja kështu. Shikues, a dini çka? Mu kujtu diçka. Edhe pse vendosa pak vaj ulliri monine, harova që e kemi nga monini, këtë super shije me limon, o zot shkon me këtë sallatë shumë. Ja, vetëm sa ta hapim. Wow, kjo fantastike. Nëse se keni provu deri tani, ju a sugjeroj, ja, do të shkojmë vetëm edhe me pak, t'japim pak shije limoni. Ja, kështu. Ka më kënaqë dashur, gjyna që si kom ble bukë. Ja, pra, monini me limon, monini ekstra virgjit. Dashta me marinu me këtë balzamikon që e kemi si mjalja të trash, po e presi mishin dhe mendoj që ta vendosim fillimisht mishin e pastaj sipër me këtë. Po shkojmë te mishi. Ja, pra, po shihet shkuma, krejt kjo fal balzamiko, sepse ka lëshu aciditetin, është kriju aciditetin nga balzamiko, o zot sa mira. Ja, edhe mishin e kemi gati për 2 minuta. Shikues, po e ndalim shporetin,
Wow, hajde cake. Ja. O, zot. Ja, dhe mishin e kemi gati. Tani, me këtë pincet, do ta vendosem në mënyrë pak më fine. Ja, pra, do ta marrim mishin, ja, kështu. Ja, pra, në këtë formë, ta vendosim mishin. Jo shumë mirë mi pas kam prej aty në mishtore, po jo ma mirë merreni mishin e tonë dhe prejeni vetën shpe. Ja, kështu. Ja, edhe një copë. Ja, kështu. Shikos, kjo super pjata, që fatë bukuroshe, por krejt në fund, kjo bukuroshe tjetër, balzamiko nga Ponte, o zë çfarë arome ka, do ta zbukuroj ende më shumë. Pra nuk do të shkojmë në vit të drej, do të shkojmë në pjertazi, ja? Do duket ende më e bukur. Ja, pra, në këtë formë. Ja. O zot sa bukur, s'po m'besohet, a? Fantastike. Ja, edhe këtu pak. Wow. Shikues. Kjo pra është super salata, po e quaja. Super salata, super taljata italiane, më lumshin duart, ju lumshin duart edhe juve. Mos e lene me agatu nëj musafiri, ju vjen qështu nëj musafiri paftuar. Çka mi bo, shpejt e shpejt, edhe shëndetshëm, edhe shishëm, edhe mirë. Bleni mishin më të mirë, po shpresoj që ma kanë shit sopën e mirë të mishit. Edhe baby spinach parmezan dhe voila, taljata, gashia e anës, presë ma bo të kur ta gatuani, faleminderit që po na ndihni dhe Azilja, faleminderit që na erdhi dhe Dashi Krasniqi, lumshin këmbët, e me shpresën që do t'i pëlqej kjo recetë, se është ty e majta i vijën edhe, e thash mos ta trashim, po shkojmë i hap deri. Zdia kom po diçka, po... Mirëmëngjesi Ana. Mirëmëngjesi. Kaq bukur. A më të pëlqen? Kështu janë nis dita fenomenal. Dita janë nis kështu. Fantazi. Healthy. Shumë bukur për mua. Ke qëllu, po shpreson. Apo? Bravo. Mirëmëngjesi. Mirë se na erdhe. Përshëndesni. Po na ashe Kosova e diaspora. A të përqafoj? Po, si jo? Mirë se na erdhe. Në zemër të kam. Para nën viteve shikues, kemi realizu një intervjist ku e pa ta befasu me gërshanën në rrugë, e pa të preqa të flok, po tash mi ka prej për një me u dësht 9 vite me prit, që Dashi Krasniqi me prej flokët shikues. Intervista parë u konë. Intervista e parë, para 9 viteve, 2017 shikues. Mi preve tash për një me. A përshë që andra të bojnë realitet? E vërtet është? Mirë ju s'bon mu dërzu kur. Të kumë thonë atëherë që ku me bo? Ki thonë? Po. Ja ku misë më thita në vëzë. Ti e bukur e për vetit, më s'ka lidhje, po nja ka nisë mu zbo, aftë kime na bodi, qka do të flasim pak më vonë? Në gjithë qefë, pëse jo? Unë të na ke ardhë, shpresoj. Po, s'ku mongër që 2 ditë. Që 2 ditë s'pas na hangër, apëshaj ko ka zbe, kejtë qikuse. Keme hangër tash, do të shkojmë me marketing. Fillimisht, faleminderit që ke ardhur të Shianës. Faleminderit që a ke plotsu vetës dëshirën dhe e hapem më në fund. Jam shumë i kënaqur. Faleminderit që jam këtu. Okej, do të flasim pak më vonë, shikues, mos e ndroni kanalin me neve Dashi Krasniqi nga Düsseldorfi në Prishtinë me lokalin e tij, numër 2, mira. S'kom ble buka. Buka. S'di atë pëlqen buka me ngjy, po. Je më mirë kështu, pa. Më mirë kështu? Për una figure. Po, sa mirë sa fit është. Shikues, Dashi me juve, Dashi, thuj shkojna me marketing reklama, mos e ndroni kanalin se kthehemi shumë shpejt. Ti bëtalo, ja kamerën ku e ke? Mos e ndroni programin, nene këtu se do të shkojna që tash me reklam. Shimi për pak. Po, shikues, uje është jetë. Jemi rikthyer me shijen anës shikues, bëft mirë uje, hajde që na bëft mirë. To e zvonzuar me ujë, po... Po na pe bojnë. Pe bojnë, ujë është i shnetshëm. Shikues, ujë të pelen, ujë më i mirë shqiptar, po du me pyet Dashi Krasniqin, me qenë se që 22 vite jeton në Gjermani në Düsseldorf,
Kemi patriota, ja, është rikthy ka në vendindje me hap, diçka e ke pas ëndër. Do të flasim më vonë për karrierën dhe gjithçka. Pyetja ime në këto momente është a konsumon produkte vendore, a i mbështet ato, a të pëlqejnë, a ke pi ujë të pelen, a është hera parë që po pen? Unë ashtu kështu këshyre ma shumë që prodhimin këto në Kosovë që i bëhet, se pse jo janë senet më të bukra edhe mu më pëlqen shumë ujë të pelenë pse jo, me gjithçef. Edhe që ka që bukur me shishën e bukur me top. Ja, ali pashtë e pelena, Dashi Krasniqi. Shikues, jemi me Dashi Krasniqin me flyktarin e mirënjohur. Ka punu me shumë modele, vazhda me punu ati se kam shel lokalin. Hera nej, herë kënej, maraj në aeroplan. Në bish baloni, Këtu kam pregadit në taljata, një salat italiane nga Toskana e bukur. Dhe direkt nga shia anës. Po duket bukur, a guceme? Pa tjetër, nise fillo, haje, ishala, na ka qëllu mishi mirë. Hajde për provojna. Hajde ta shohim. Kemi vendos. A këshirë mi qka po thu? Hajde ishala. Pa kështu. Amo, i rapi vjen fantazi. Mishi është marinu Dashi me balzamiko, edhe te baby spinach ke edhe vaj të virgjër, po ke edhe të limonit, ke parmezanin, po shpresoj që kam i pëlqy salata. Sot s'kemi as pasta, as risotto. Ta është diçka mish edhe gjelbët, me qenë se shikoj si jemi në pranverë. Nëse s'pëlqen, qëra? Nëse s'pëlqen, e len. Edhe pse në emision s'ka, në shuk jena, mo. Sa ke? Hajgore s'ka. Qashtu? A, ku qitë shumë krypa, qysho shia. Jo shumë bukur të kuka. Po në me? Po, po ma qënë ma si kur më konë Itali dikon. Kisha pas Milano më konë, ullë, me ongë. Dhe që ftoftë sot, shumë ftoftë që ta. Po dhe, pra vera si dimë, shikus. Po, shumë bukur. Shumë bukur, fandirit. Hajde kamera ofër, ta shojim mishin të e prej Dashi. Kina hongër moti që ata. Ani shumë mirë. Qa është të merë edhe me parmezan. Ka dalë dole se që i ki kamerë. Më zgut me ja? Po. Ish, no stress, se i ki kamerën ofër. No stress. Apo shkan? Se unë nuk noqa të këshyr për këshyri, hajtë ma vonë, që mund sot. Se ja, që atje kamermani të qova një sot mish, e provova mishin ma heret shikues. Malon po asë të mongër që 2 ditë. Bërë, më the, ja, hajgari shikus. Apo të pëlqen se qëre, nuk është marinu me verë, është marinu me balzamiko. Një shien me lemon ka diqka. Edhe vajnë e kam dekoru salatën aty, pa pe vrenë mishin që ka marrë një shie krej tjetër, sepse nuk e kam marinu me verë të kuqe, po me balzamiko. Me këto pra që e kam dekoru super. Shumë e mirë. Tasty? Ku marrë ma shpes që të është? Hajde, u kry. Shumë bukur. Yes. Thank you. Boft mirë, do t'alëm shikues Dashin që t'haj prapa kamera, po se pas ka problema, jo, zi pse fola, ha Dashi ti, ha. Jo. Po folin e me shikuesit, shikues, mos e lene pa e gatu këtë salat. Ju merko hiq më shumë, e hiq më pak se 10 minuta. Mjafton gjatë gjithë natës lejeni marinimin mishin, ose gjatë ditës, edhe thash një pjatë që duket edhe bukur në tryezën tuaj, kur ju vinë mysafir. Si prej dorës shefit, a përqa? Shumë mirë. Unë shef s'jo, e du kuzhinën nga tuj. Top shef je vëlla. Top shef? O, faleminderit. Hapë një restoran mas mirë ti. Po thoa. Kemi pas sukses. Inshallah. Faleminderit, bof mirë. Po, sa din me gatu Dashi Krasniqi? Se me hangër po dish, e? Me të rëgu drajt, me zi nuk di. Okej. Kër i në konë dvogël, nona ka zi për herë, edhe mas një martua, gruja zi, edhe ka njerë këshyri me një mu grujës, më afru nga gatë, po ejo qatë shpejt zinë që e bëj nervoz më afru nga gatë, jo që di shka. U këshyri kështë më bukone i modern, edhe me një mu pa grujës, e më qatë shpejt zinë që nervozohet o t'ik pikturit, edhe nuk di për atë arsye, ama nuk zgedhe kështu. Nuk ja prishi qefen dhe zinë shumë mirë. Okej, merë një pyetje duke folë, dëgjoha me vëmendje. E lavdrove mamin dhe gruan. Cila gjellë, cila pjatë mas shumë dhe t'ka pëlqy prej durve të nanës, edhe cila prej grus. Hajde, prej nanës. Nona në mënyrë tradicionale, sarme, edhe... Me fleta lakna a rushi? Me lakna. Me lakna, okej. Edhe në ndreq kolpite me kompira. Sa interesant. Shumë mirë është, interesant edhe me mish, është fenomenal. Nga gruja me të rëgu drajt, ka adjetet edhe ajo shqiptarët din,
edhe shqip, edhe në mënyrë moderne, me zi shumë mirë. Qa që i thu, se bëm agru? Agru, vetëm me mapu, kështu piqefit, keta. Edhe dim për në me shumë fenomenal me zi, shumë mirë. Shumë bukura. Faleminderit shumë. Moderne. E vërtet. E vërtet. E kom marrë për qefi. Okej, Dashi, kemi me full shumë, po para se me shku me reklama, a ki tentu pak të një herë në kuzhinë me gatu? Që ki provu në herë me bodi? Po, ki tentu në herë djemve me ju bodi qka, se i ka 2 djemë shikus. Një të ka martu, vitin e kaluma. Se kom pas nevojë, se gruja për herë i ka bo këto, për atë arsye... Pas e ki be fasu në herë e grumë bre, mu që më në gjithë. Jo, po nuk di. Po me provu bre qëre një YouTube. Me gjithë qef, po, qërë me pefasu, i kisha porosi diçka dhe i kisha marru kishe, kom bo vetë, amo, jo, nuk është ashtu. Po kisha dhe caki, shikus, caki, a ki gatu të në herë për Lenën ajo? Qështë të vane të pasaj? Qështë? Dhe me thonë jo, shikus. Amo nuk është të thonë me thonë, me të rëgu drejt, kom qef me këshyren shumë, kur zime dhe kështu, kom qef shumë me këshyren, edhe këthom ka njerë për vetës, është mirë edhe me bua, se djemë të mi gruja jem pak i kam sua, me bo dosena që mës me metën. Edhe thomë shumë mirë ka bo se mës më kom për herë që thonë, më kom për dikujna i ftjaqë. I varu? I varu, po, mos më kon i varu. Edhe, thonë, edhe si cilë me ashkull është mirë me ditën me zi, me bo diqka. Amo nuk ne i kesu, më bu në sen që jom fikal vetë, e marrë do kasë, që do mysli edhe ha, nuk zgjedi. Sa mira, përshë, që ta mësova dhe një salon, që sa e let jo. Tak. Edhe këto besoj që mu edhe vetë me bo tani. E vërtet. Ku me bo. Se jo. Doshi, këtu ke një dhurat, një voucher nga Qa Alberto. 20% zbritje e ke pa afat. Ndryshe që gus u befasu Doshi kur hynin brenda këtë Qa Alberto, son një ka koka. Më pëlqej shumë, me vërtet. Po ja, shumë bukur. Po ja citoj shikuzve që kam të ma herët. 20% ullje e ke pa afat, kur do që ki nevoj diçka, mirë se vjen Qa Alberto. Faleminderit shumë. Dhe, mra unoza. Ta marim unoza shikuz. Dhe, këtu poshtë ke një çantë nga produktet më të mira italiane, pra. Ke edhe balzamiko që ta ko marinu këtu, edhe disa produkte tjera. Faleminderit shumë. Edhe, që me të thonë tjetër, po shkojmë shikues me reklama, me marketing, kanë ardhur pyetje dhe komente nga publiku. Po dënë me mështi me zim duket, a? Se jo, bane që të salon. Hajde, lete, thjeshtë dhe bravera. Po tani ta tërkoj foton. U kry, faleminderit shumë. Shikues, kemi shumë me fol me Dashi Krasniqin, po intereson edhe juve, ka hap pra lokalin tash e 4 muaj në Prishtinë. Më tha që mirë po i shkon, mu mi ka prej flokësot. Edhe s'po humbim ku, kemi shumë për me fol. Me gjithë qef. Po shkoj marketing, po t'alo prap ty. Apetona? Prap ty. Për pak jene apet këtu, do të bojna pak marketing edhe shium apet. Sa i sinqer. Tash sa e ka bën? Në u kanë shua? Po shiu, edhe koha keq, edhe flokt. Ndikojnë ato, që vërtet. Veç pak. Pak? Te bukur je vetë. Hajde, e bukur jem vetë. Dhe shikus në kanë ro. Po s'ka lidhje, me ranë si mu kanë frekskua. Hadini bre shikus nuk e kene idenë që sa javë jemi nisë shikues, ha? Hajtë sot, hajtë nesër, Dashi, ana, ko me ustu, ko me shku në Gjermani, ko mu këthyrë. Më në fund, u ullëm, ball për me realizu një intervist në Karrike. 2017 kemi qenë në rrugë duke hecë. E që tash ullën. Tash ullë. Në kuzhinë, fantazi. A beson që u futa në Instagram, dhe i sa e gjeta foton, kërkoja tash jashtë shikus pa e gjeta atë foto të në ato foto në Instagram shikus kur e gjeta. A ta shojmë fotografi? Po, me gjithë qep. Hajtë po e shojmë shikus fotografin. Po zota. Besoj që ju pëlqen. Ju pëlqen, sa e reo në aty. Halo atri jena, lutna. Lekse, halo atri po pa tjetër. Halo s'po më besohet që kanë kalu 9 vite. Qa shpejt? Shumë shpejt po shkon koha, Dashi. Sa ora, vërtet? Shumë. Edhe në atë kohë, kur kemi realizu intervist, pa të thonë që një ditë keme ardhë dhe ke plane me hapë në Prishtinë, tu bo andra realitet. Andrat nuk bo në realitet ty nejt, ty flejt, po ty punu. Shikuesit po na shohin le estetika, me apostrof, le estetik Prishtinë e gjeni shikues në Instagram. Pse vendos, të shëre, ka gjithmonë asi thashe theme, të më thonë, ti e i sukses shumë Gjermani, 33 vite karierë, me këtë punë, 22 vite ke që je në Gjermani në Düsseldorf, ke punu me emna të mëdhej për cilë do të flasim pastaj. Tash dikush thotë i ka ra atje puna, Dashi ka ardhur në Prishtinë.
gjithçka ka. Çka s'ka? Çka mos ka? Cila është ideja që erdhe dhe pse erdhe në Prishtinë, plus ka me një koncept krejt tjetër, nuk je vet, kemi edhe estetik bukurisë, pra mundemi me bëu edhe boost edhe botoksin edhe shumë çka tjetër. Na fol pra, pika të shkurta. Për mua është kënaqësia më e madhe që në vend temin me prua një zanat shumë të mirë, edhe një koncept shumë të mirë, shumë të bukur, pak më ndryshe se nuk ka shpec me bo frizer edhe hajt, po të ne kena një beauty oazët e thonë të na që me hi mrena edhe me shiju, jo me shku të frizeri me bo veç frizurën, po të na është me ndreq frizurën, me bo make-up, tani onën tjetër e kam rejen Rina ndreq lip lash, tani me to punon doktor Fatlu Maziri, shumë jashtëzakonisht mjek i famshëm në Gjermani edhe në Düsseldorf është. Këtë koncepti kena pash zbashku, kena punu që 5 vite zbashku, që më konën koncepti i realizum edhe shumë i sukseshëm. Për atë arsye, ai nga ona mjekësijës, ai do me thonën, është shumë mjek i fort, bon shumë beauty. Çka bën? Hajt, çka ka diçka që na s'kemi nevojë me shku në Turqi edhe vim te ju. Po ai ka mjekësi, do me thonë, ai bën operacimet, heq vjamin, bën BBL, ndrejtën gjyksa. Do me thonë si keni veç pillerin edhe buzë, do me thonë krejt. Aty do me thonë... Me hi reglazh, kështu. Reglazh me bo. Kur del qas njef kërkushe. Ajo mëne ajo. Ja, i gare. Mjeku aty i bën do me thonë konsultat aty, e operimet tani i bën në spitale. O, shtrajt bedashe se përna shojnë, thëmi veç shtrajt o me artë të dashe mi bu këtu. Po këshyre, qka është shtrajt për veti? Do me thonë si cilë duhet me pasë edhe qmimin e vetë, a është shtrajt, a nuk është shtrajt. Po unë e punoj që 33 vjetë me ekspertizë teme, do me thonë edhe qmim nuk muj me të lype me ekspertizën teme. Se jashtëzakonisht për mua është në ndër teme jom të punua. Në kom qelë këtë për qefi, se kom qelë për qëtër shka. Suksesin e kom ashtu kështu. Edhe atje se kim shërë, po punon, po uston. Në Gjermani, e kom aqe menegjere edhe djalin me rejen, erën. Do më thonë edhe ato e kom su që 7 vite, edhe ajo punon ato e menegjon shumë mirë, i kena aqe 19 punëtor. Do më thonë unë që ta është jom her anej, her knej. Po e pyta sot shikus, tha 3 javë jom në Prishtinë, 1 javë në Gjermani, se tash, sa e ka hapë këtu edhe do të me qenë i pranishëm dashi. Po du me e nda eksperiencën time sot të kjo. Po. Apo e dëgjon? Me gjithë që. Okej, bike shishi kus shumë. Edhe me qadër ftof, thash, ku që shelam gjirimin sot, nejse, s'kisha pi hala kafe ora 2. Edhe e ka vrej dashi që syte me të mshel. Po nejse, para se me më pytë, apo do në kafe, hyna, ma murën jaknën, ma murën qantën, ma këshin shti qantën fjok, për mu kjo një eksperiencë, me nova që ma vjedhën qantën, pak shta ka. Edhe erdhë djaloshi, që shëpat emrin? A i djalli prej Gjakovare, që ma boni testin në flok? Endriti. Endriti, një djallë shumë simpatik, shumë charmant, e shumë i edukum. Tha ku me ta bo, tha testin në flok, edhe shfar testin, me po tha qfar loje ki flokon, edhe zdi qa boni, diçka shto trrrr. Tha, i thot, s'qenj ka i ndyrë, ndoshta që edhe i kom ladja, kështu që një ditë ma herë dhe s'ka pasu ndyrë. Edhe mi pru një 3 produkte, që e ke sjellë pra dhe produktin tonë, do me thonë, e kemi kondicionerën, Tregoj, tha, tha, Kissbox, e thashe kom, se kom gjirime, jo lak, jo s'lak, po të bohët, tha i ki këto produkte nëse donë me i ble me i marë, thash, një herë, ti krym gjirimet, ma ndej ta shohim, se edhe na përdorim produkte, i kemi ble ato, duhet mu hargju dashe, ma ndej me fillu edhe me tujat. Po du me thonë, ke një eksperiencë shumë interesant, disa veta u morën me flokun tim, diri sa erdhi edhe premja nga Duarte Arta të Dashi Krasniqit. I thash meri gërshont, meri produktet, po i ka haru, s'ka lidhje. Ja ki nisë mu plakë dash, po harron. Po thua? A thaj kom i po produkte, kronin i arome. Jo, i prej, këm pas pak mas pune, tregoj drejt e arroba. Po s'ka gajle se e disha që ashtu kështu do kësh bukur e për atë arsye. Vetë shumë i ki prej. Po, shumë i ki prej. Nuk janë shumë. Gjatësin e kina lonin, do me thonë që kina bo na, që akum pas shefun e ty, se ti e ashtu kështu në skenë televizioneve dhe do me thonë, unë ty të kam qef me të pasë moderne, do me thonë, moda është njerë për njerë najtin lejas, do me thonë, e ki frizurën si kur në 90-ën shukone, me linia shumë
mi vija shumë. Se mi ka prej shumë pak shqipës, po, e? Edhe për para ti kina bu 90s, do me thonë ti mund në frizurën që tash ndryshme me bu. Po, mund mi me bajt luqë, onash, mund mi bajt midis, edhe është një frizurë shumë me lehtë edhe dukesh për herë bukur. Edhe Çka ka i trekonsh, ma bëjsh një trekansh diçka të ishe jo mjekra po del shpec, jo kështu, që bëjsh një analizë bëjsh e sot. Këshyri, se unë thamë për herë, flokët janë rami i ftyrës. Do me thonë, si është sikur fotografi. Kjo rami, ftyra është fotografia jote. Aty këshyri, do me thonë, nuk është vetëm me prej flok, po do të me këshyr lullet e flokëve, do të me këshyr fizionomine, ftyrës, ku mu mi sill kocit pak ma jashtë, se mund edhe me vija këto, pak me dhonë ndryshim. Edhe besoj që e ke pa që është. Interesant, mu kanë shu, se dini që ka që po të flokët. Në roke shiju. Po, bravo, shetë. Dashi, për me pas një flokë të shëndetshëm, sa shpesh do të mi prej? Dikush të 2 muaj, çdo 2 muaj, dikush 3 muaj, dikush do 1 muaj. Çka preferon ti? Mbaret, se do më thonë, flokë të rritën 1 cm mujtë, dikush 1,5 cm rritën. Do më thonë, flokët e shkurta prejen çdo 6 javë, flokët e gjashta 6 deri 8 javë flokë të shkurta, 8 deri në 12 javë flokë të gjata. E të shiku sa i rita, hajt tash me flokë të gata për nisi verën, që kaç mi ka prej? Mos se pitu shiku s'thojnë për një me? Trak, i hine, ja, një ka frisku bishtat, se shiku me jave kom pri disa karë, thash, këtë thoj kja, hajde me ti prej flokë, të nuk vi, hajde të njerë në emision, prej mi fres, komi edhe kemi qka folim. Kanë ardhë pyetje nga ku publiku, kanë ardhë komente, a jetë gati? A bërë vetë me të vetën në diçka për para se marë komentet? Hajde, gri. Qysh ke eksperiencia jote? Me më tregu qysh e një të vetën të na, si mësafir? Haru, ma, fshes si këmë qitë kafe, shikus, hajde nalemi të kafja. Tash, eksperienca ke shumë interesant, se ma murën qantën, ma murën mu bo testi i floku, qëfar floku kam, kjo ke diçka e rejte une. Nuk kom pas kësi eksperience, me thonë me ma bo qatë testin e më tregu qëfar floku kom, edhe erdhen produktet pra shikus, sepse tash në tregi ka dashi produktet e veta që do t'i provojmë së shpejti. Më pëlqej që e vrejt e klientin e lexove, mu më lexove që mu së më hapeshin sytë, sepse më kisha shku të jana shikus me realizu grimin, nuk më hapeshin sytë, dhe për një mes kisha pi kafe ora 2, dashi ta bëj një kafe. Merdha aty ujë me mente, limone, ta kumë bo kafën, se kumë pishë kusë. Në vërtet? Faleminderit. Se të kumë shoqe për atë arsye? Shumë faleminderit, liumë që ndurët. A veshe që po dishe me bo diçka, kafe po dishe. Po, ashtu. Qërana, edhe për mu konë kjo, ashtu kështu, nëse vinë Kosovë, du produktin me pru për jashtit. Pse për jashtit, me pru edhe një kulturë pak ma ndryshe, që edhe populata jonë me pas mundësien me ble produktin këtu, jo me dalë në Evropë me ble diçka, po me pas edhe produktet këtu. Sikur me produkte shampona dhe ngjyrat, kena me firmën Labiostetik, punojna me ta shumë firme famshme nga Franca, edhe me këto pjasra që qëtoni edhe këto të ndullimit që janë këto, që qëtoni Kranat, brushat? Brushat, kranat, punojna me GHD, është e Londrës, me këto edhe me këto punojna, do me thonë, të dyjat i kena pun nga jashti që s'kam qef edhe për veti, me më mgu diçka kur punoj. Se jam, kam qef botën teme më konë, sikur atë sikur këtu më konë kejt njëhi. Qyre dashi, gjithmonë është një siklet kur futesh me një shtëpi re. Tash, mos me trajt, edhe unë e pata një farë ciklete, edhe në dola nga vetura po hi me një vend. Edhe pse këmë tha, ku jemoj, hajde ma shpesh të në shpeje, këtu në shpeje, hajde arse vi, po më fillim e pata atë cikletin, se po hin 4 mure, diçka, po qas shpejt jam shliru, se edhe kur milojshin flokët edhe ullësët kënë ushtriva, kretë kështë të flejt. Po, edhe ato i këna pri, nga jashtë i këna pri, e vërtet. Me të vërtet që kus, nuk pivoj marketing, pivoj marketing për qefi, po për një me keni eksperiencë ndryshe. Eksperiencë të tillë, unë nuk kom pas kur. Unë të dëshiroj shumë suksese. Edhe djera o hapët për ketë. Shumë, po, krejt, shkone. Pisove hapni, pjëdhejtve. Pjëdhejtve dhe në shtatë. Klenjë ta një herë, ma dhe vinë të nditën atë. Po du në më konën, kur të vimë rana, punëtore që më konë me elan me pas. Ta shka dasma, po në shojnë shikue se dasma e ka në gjegja, e është ditë lindje. A keni me punu qdo ditë? Po, besoj vera që kena me pas qdo ditë hapë. Vërtet është. A jemi gati? Po dhe kena termine, janë të më shumë që tash njerë për njerë. Ajde, super. Ka si mu shky, po nejse. Që. Po të bimë flok në ka? Ja, s'pi. Ka flok kështë kësi bimë ti flok. Ja, ki nisë mu thi, po më pëlqen e thimja. Po? Edhe pse edhe në si Gjoqë Kluni e ju? Jo, më qëfar ti ma i mirë se Gjoqë Kluni, qëfar Gjoqë Kluni. Shqiptar, në që përqen shikues.
E pash foton aty para 9 viteve, e vrejt aty që ishe thik nej para 9 viteve, po si e thi shumë, ty e marrë parasysh që kanë kalu 9 vite, ama që ki fillu edhe për para, Po se nervozoj vetë. Shumë i qetë, qikus. Para se me shku me pyetjet e publikut, Hajde. hajde të flasim për këto. Sepse, a ke e ndritja, po? Po. E ty mi lo, flok folke ku ka punu e që shka punu, ta po doshi, ka është ndryshe, ta shumë i qetë. Njëra që është na mëson e flasim, na kena qef me bërtit bre dash, Ja. ama qyre ti. A Së di është që edhe mu kulturë po me më qetëson? bërtitën, është mirë mi të reguaj njeri që merë vesh, merë edhe kështu vesh, jo vëc me të fort. Ku jem të su me folë kështu dash? Shqiptari s'folë kështu si ti. Po kena, kom bo në karierë të me shumë trenime ndryshme, dhe me thonë edhe trenime që është siles ndaj klientëve, se do edhe shumë shkollim, që edhe shkollën kena me bo këtu në Kosovë. Bravo. Për shkollim që me thonë edhe pak shkollim këtu. Kena bo me menegjera ndryshëm, të mësojnë me folën, që është e ki zonën e hypë pak më nalt, ma poshtë. Varash, së në punë edhe për para 2000 frizera, dalë në bynë, edhe ju të regoj modën ma treqa, cila modë po funksionon e që është qëto. Se dhe ma herët mu shikusë më dha komplimente se une ty e bo receta ndashi që atje. Qka the për mu? Më ka pëlqy shumë se ju është shumë profesionale, më pëlqen shumë kjo, po. Tak, e ki sistemin mrena, kjo është top. Edhe e ke zi shumë mirë, faleminderit shumë. E kom pjek, se kom zi. Shumë bukur, a më ke pjek, më falë, se s'm dëgjoj lafet, më S'ka lidhje mësosh. A e kom su shqiper mirë, a? E, bravo, ape preki huna, a di sa keq shikus. Mashallah. Mashallah që ku li vriti shikus, sa që ka. Para 9 viteve, me nëzi folke. Po. Me nëzi folshe. A më kom pas për dream që me orë këtë. Bravo. Edhe jam shumë i knaqët. Apo të besohet, kur po vjen për Gjermanisë, po vjen ma shpesh tash në aeroport, po vjen të veni, që shpo ndjesh? Në ven për herë kur vi është një knaqësi e madhe, po më flytëroj shumë. Për atë arsye, për knaqësien kur vi këtu e ka ma shumë ti. Në vërtet është kjo. Api përgjigjemi. Hajde. Publiku pyet shikues. Duar art. A mundëm nga e zeza me i bo flokët e kuqe? Nga e zeza të kuqe. Mundet me bo, po nuk ju preferoj, se duhet me hi me blonç, duhet me qelen, duhet me bo një seancë, dhe kur t'ish me blonç, duhet do me thonë flokët ju djegën. Nuk je kisha preferu kur. E qëfare mi bo kjo prej zezës? Nëse i bon zeza, mund me qelen, a mund dush me qelen shumë nga dale, që mos me dëmtu flokët. Po. Qysh mi bo aja të kuqe, hajde? Mi bo të kuqe është safe. Sa procedura, sa? Procedura, nëse s'do në mi dëmtu flokët, do të mi bo 2-3 herë dhe sa t'i bo të ajo. 2-3 herë, sa muj? Do të me lonë për herë dhe ka 6 dhe 8 javë. Okej. Okej. Ka mundësi, ama në ato 6 dhe 8 javë, do të me sisteme punu ajo në shpe, do të ketë produkte të tona me marë e me punu me to. Që mësë me adum të flokë, se mund edhe me në seancë me abo, ofër 8 orë, e ka qmimin e vetë atë herët, se do me thonë kime bo shumë produkt aty, do është me punu ma shpesh, do është me bo blond, me heqen, do është me ndu një mask, tani me heqen. Kushton ma shtraj? Gjo normale, se aty varet për qmimit edhe për produktit, se nuk është po të aboj këto se ndush me matë edhe produktin, se ndush me menegju produktin, se ndryshe dush me këshyrë sa ki hargjime që me aboj qmimit. Okej. A ka qenë gjithmoni i hapur për të hapur salon në Prishtinë, Kosovë, apo kjo ide u shfaq vetëm në kohën e fundit? Kom pas për herë qef me hapur në Kosovë, në Prishtinë, sidomos për herë, edhe konceptin më ka pëlqyë që e kena bo pak si ma ndryshe, që është një eksperiencë shumë e mirë që kur shkojsh ato i ki kejta mërëna. Krej. Veç edhe ushqim, po mungon ushqimi. Në ushqim s'kisha preferue, se ku a floka është pak me këshyren që pastërtia. Ambëlsin. Ambëlsin. Diçka amën. Ambëlsin. Më qita diçka sot. Po se ki harova me hongra, vësha. A përshet. Se i kena ambëlsin, po e ke po i kena në shti mrena. E posh me kapak. është me kapak. Se biti flokës. Qa ke mrena? Se ke këshur së të regoj që tash. Mire ko. Dush me këshur që... Vi prap. Po. Jo ko me orët, mas 3 ditë vëshiku se jemi zbarë, do të flasim pastaj. Cili stil përdorit më shumë? Hajde për dy gjinit, hajde për shkojme mashkulloren, hajde. Qka është trendi 2026 të gjinia mashkullore? Të gjinia mashkullore, dhe më thonë që ta është për këtë vit 2026, nuk janë ma moderne që i kanë bo për herë frizurat në zero, dhe më thonë shkojnë pak me gjatësia,
Okej. Edhe të mashit edhe janë shku moda e viteve 90 si të femra, gjinia femrore, janë flok pak ma gjata, janë pak ma formë jo dhonë mrena, e që tash kam problem berberat pak mi jo dhonë formë flokve, do me thonë, dush edhe të mashit si të femrat, duhet pak me punu me fizionomi e flokve, e kokës, lulav, edhe vitet 90 janë të mashit shumë trend. Edhe një lajmë i mirë, sikus për që nuk e dine, Tashi Krasniqi ja prej flokt edhe gjinis mashkullore. Me vërtet, Për të dytë, po, sot ma dhani komentave që të qanë, dhe ku mja njësë. A pranon, qena ja si kliente me qani? A e kishe prej? Ja, me prej qajtë si prejna, amo klienti kina shumë që vinë me qaj, amo thomë, okej, bërë një qajtëve që nëse nuk lehin, se qajtë lehin, edhe zhurma nuk është mirë për klient tjetër, nëse është orë qani, me gjithë që pse jo. S'ka kur gjë kundër. E falem për gjinin mashkullore, tha që si të femrat e viteve 90-ta, çka nuk kuptojmë me vitet e 90-ta të femrat? Kemi shkallëzim, kemi balluke, çka kemi? Te femrat që tash është vitet 90-ta, do në leja si thonë në Gjermani, do më thonë janë vitet 90-ta që janë linijat me balluke, amo balluke që pak mës më po. Do më thonë, mas mirë të shikuj që tash me të po tyje, edhe që kjo është vitet 90-ta, përpara ju konë, do që janë matë vjetre, kam po Deles, Deme Klan, do me thonë, janë frizura shumë me kur i buna me fën që ti ndova ato lokme. Po, ama shpejt, më shumë në vëshan, mu kanë shumë. Po se, koha i loqë. Sa miri pata, koha kur tjenë shion së në pritë kur gja. Po dhe u reja. Amo apet punajnë bukur. Po, s'oke. Te femra do me thonë, juve gjata, po janë edhe favorite, janë bobs janë me një gjatësi pak ma shkurta, shkojnë bobs pak ma gjata, do me thonë, koha apet po këthehet vëtë linia që i prejna janë pak ma luksërioze, do me thonë, këto linia që i prejnë me gërshon janë ma fajn, edhe do këtë ma bukur, se modena së ne bojna për herë tre, amo këto që i bojna, se puna edhe shumë me dizajna, me fashion, edhe këta kohën e 90 e kam prunë mod, do me thonë, amo shtofet ju mbo matë bukra, linijat ju mbo matë bukra, do me thonë, që to i kena, për herë bashkëpunim do të me këshyra edhe kam në fakt që flytëroj shumë, fashion show, kam mos edhe të sene i bi edhe me veti, edhe për mua kënaqësi se për herë është një trend i ri, për atë arsye shkurta shkojnë, piksi, ketë shkojnë, ketë shkurta, shumë bukur. Që grusja ki prej shumë, sa pikan hje, baba, po bobs mund me bo me lini, me balluke, shumë bukur është. Qa po e shumë i fotografin shikojnë, sa, ja. Faleminderit. Eleta, egzo, më që jakë marru emri. Qka të përqo në Kosovë më shumë se në Gjermani dhe e kundërta? Hajde, qa ka diçka Kosova që se ka Gjermania? E kina... Që baba, burek. Nga oja, po në nga oja jam pak si heti, e këshyri pak. Po të shovala, ama bravo. Dhe kështu boj shumë sport dhe këtu e këshyri pak se me këshyri vetën është mirë. Ama bukën e kina matë mirën për fli, për pite, për këtu e jena mas bukurit. Do më thonë që kam pëlqenë ma shumë të në Prishtinë. Do më thonë, tonë Kosovën e kina gjenirën femërore si mashkullore njerë për njerë top, që dokën shumë bukur, ki qef më ullër edhe me këshyre dhe thu, wow, ka që bukur. Në Gjermani që kam pëlqenë, jam falemderu shumë, këtë karierën teme, kom nga Gjermania, edhe jam shumë falemderu. Ja, se shqiptarë në Gjermani, tu ka dhënë mundësia, tu ka besu, ke për shumë emra që do të flasim, por përshkoj me të fundet, qysh mi rritë flokët. E tash, unë i prej flokët, më sre mujve, wow, mu kanë rritë, që ka që mu më rritën shpejt, bajeg e mirë. Super, tu e di që jam në emisionet, ti më the që gjendja flokut së është e keqa. Shumë e mirë. Super. Shumë bukur. Ka dikush që temtone, blem produkte, cila është arsyeja që i rritën flokët shumë ka dale? Qysh mi rritë flokët, ka thonë? Mas pare duhet produktet me zgjallën, se nuk është për sicilin, për sicilin musafir që vinë të na, janë ndryshe. Do më thonë, sicile ka flokën ndryshe, sicile ka kokën pak ndryshe, aty për gjdo musafir duhet me këshyrë produktin e njëjtë. Si kur të ti që është e këshyrë, aty zgjidhet
çfarë produkte i marrë, cilën mask, cilën conditioner dush me marrën. Shamponin e poshtë. Na tri preferojnë ai merr si merr puna jote ashtu ty se ka gale. Amo na puna jon është me numru musafirëve çka jo vjen. Tani çka duhet me marrë edhe në shtëpi, duhet me marrë këto magnesium, kalcium, këto që janë tabletat vogla që edhe me kështu se flokë rritet për mrena, e jo piktuhit. Të më thonë, që që kiti hajën, dush edhe flokë rritet, likura, ndreqet, këto janë me organizëm. E vërtet. Tash, dikush kanë dëgju kështu, që në qoftë se i prenë marrë flokë, të rritën ma gjata e ki, edhe dikush thot prej ma shpesh, ki flokë ma të shëndeshme, hajtë të regona qëto, cile është? Kjo është mytos, të më thonë, që mi prej ma pak që rritën ma shpejt. Kjo është më varet, si që thash parzit, që është e ki mas pari që është ngranë të në shpitonde. A ma është dhe genetike, doshe? është edhe pak genetike, ama sot për sot dush me edhe koha u ndryshu shumë. Dhe më thonë, klima, uje. Uje, në Kosovë që akom marrë veshën e këtu, është uje shumë i ronë. Me klor? Do me thënë, po. Që tu do është me dojë? Uje shumë i ronë. Lullet bile shpesh po të sofin, për shumë. Dhe ne po mbrejti ashtë të mërin më nga klore. Po të sofin. Po, që shme dojë, s'po ti, po vyshkën shikus. Sepse dëgjova një gjë që është mirë me lonë ujin në kripe, që nuk dëgjova shkaku i klorit, se në Kosovë ka klor, edhe për shumë mu më dalon floku nëse udhtoj dikun edhe i loj kom krejt flok tjetër. E për atë arsyet vim frizerit që ty të preferon çfarë produkti dush me marrë. Normal, perfekt dush me thonë, unë të gruaja jam e merr 2 shampona në muaj. Do me thonë, njënin shampon e merr 2 javë, tjetrin shampon 2 javë. Se nëse ta preferoj ty një shampon për kokë, mbrojnë 2 javë, mësohet edhe floka jote vetëm çfarë shampon edhe nuk ndikon më. Do me thonë, mas 2 javë e ndron, ama duhet me me një sistem. Kur ti ndrojsh, do me thonë njëherë e merr për volum, tjetrën e merr për ngjyrë. Edhe njëherë e merr 2 javë këto, 2 javë këto, edhe atë funksionon. Për atë arsye ty të vyn, nëse kena klorin këtu shumë të fortë, produktet speciale. Jo nga mes, do me thonë që nga merre ku dush. Amo duhet më kon produkti special. Duhet më kon për firme speciale, duhet më kon original nga vjen, pikajt vjen. Këto janë shumë sene të vlefshme. Që më kujtu një detaj, për shembull. Se cili floktar e ka stilin e vetë. Po. Dikush qëtë vetë zbuc, dikush qëtë edhe vaja në fund. Po. Ti fe një ratë flok dhe pak majeve. A është mira jo? A ti ushqen për një me, apo është Po, sa me thonë? Kur gjë nuk është gabimisht se keq ka ti jepsh flokës çka është e ndikume, është në rregull. Se mu nuk më bje me fol për çer kolegës, nuk është mendimi jam, secili e ka punën e vetë edhe secili ka suksesin e vetë. Unë jam i kënaqur që kena kolegë edhe këto që janë të famshëm edhe të mirë, pse jo? Unë e këshyri punën tem dhe këshyri musafirin tem me një mu mas mirë, ti nuk je klient për mu, ti je musafiri jam. Në atë moment kur i pishti të unë, 30 sekunda e nin, a je ndin mirë, asë e nin mirë. Unë nuk jeva mirë mua. Gratis. Tash herën tjetër komunim ma mirë, tash shikues që kanë fillu me uthia, kur pikthej për po fenirat të drejt, edhe pishovia t'ja ka nisë, që ka roja që si më thi, po më pëlqen, po dikush po thot, kap më mbylli këto, se tash po duket kishe s'ki flok këto, a kam fillu me t'u qelë. Okej, unë një 2-3 vjetë rata zi, ku mbo do fije, edhe ka një ko që si kom lydo, me thonë prej par vjetë, gati 2 vjetë. Dashi, po na shojnë shumë shikues, ka shumë femra si puna ime, që nuk kanë dëshirë me ly flokun, se mandej çdo muj dosh me ly, çka me bo na pa blansh, pa ngjyrë, qysh me imbulu këto të thinja. Po shojnë shampona që po dalin sponsor, ble këtë shampon me 3 klame, del më floku i bardhë, okej. Se ekziston ajo po hajt. Varet se ka të lifar produkti, unë e tham flok që janë deri në 30-40% që janë qelta, s'ka nevoj me ngjyros. Se mund me glossing me mbyllën. Glossing është një toner, dhe me thonë, si me të tregu, kjo është floku, glossing vetë për mi si mantil lidhet, edhe nuk jenë mrena, nuk ta prish flokun. Dhe me thonë, ajo nenë, deri në 3 javë mrena, më varet që shilon flokën, se ilon ti çdo ditë, nuk nenë ma shumë se... Unë i lojsh do 4 ditë, 5 ditë. Ti ki 3 javë ki në rregull. Do me thonë,
ajo e mbulon ato edhe duket shumë natural, nuk duket ndryshe. S'ka hidrogen. Jo, Okej. për që ato funksionon ajo. Tanën nesër e kemi lënë shikues. Po, edhe tani e shef për vetit. Okej. Edhe e merr një shajnë për flok shumë të bukur. Okej. Se ka të lifarloj, mund edhe me fije, mund me qelen, jo vetëm me blanç. Ty flokët e tua mund edhe me ngjyrë me qelen. Ti mund ngjyrën tonde 3 tona ma qelt me shkue me ngjyrë, s'ki nevoj me blanç. Me blanç. Blanç nëse don me prish flok, ama nuk bëhet shumë e qelt. Domethënë vetë 3 tona, duhesh me kartë, me shku me të farbës, i tregon klientit cila është me që ngjyrë duhet me shku deri që të mujna me arritën, edhe në rregull është se edhe kumë ti bo këtë përpara me ngjyrë, kumë ti qel vetë pak, me shku pak si në karamel, pse me shku pak që edhe ftyra me dal pak ma bukur, se ki ftyrën shumë të bukur, dhe me thonë si tash përpara, e ki një si fotografia jote është, si kur që që thëmë fotografi kështu, ramin e ki, do me thonë ramin do të me të ndroqë, e kjo më kone piktura jote. Para 22 viteve do të hapje lokalin e parë në Gjermani, Düsseldorf. Ke punu me shumë ftyra publike, sfilata, gjini mashkullore, femrore. Do të na numërosh në gishta me kë ke punu? Ka shumë ka. Qa të gjithë të kujtonë? Shumë, më varet. Po, qëre kena pe Hollywoodit deri në Gjermani. S'ka ftyrë publike në Gjermani që nuk vjen të na. Ka shumë që skudzojnë me tregu, ka shumë që shkojnë shpita ata flytëroj edhe ka shumë. Haj, 2-3 emra. Çfarë me emra për do me di? Tebe të kalëzëna shekuzbe. Mila Jovovich e kena bua nga Hollywoodi u Korea, një ndër më të famshmet. Arnold Schwarzenegger edhe Heidi Klum, a i ke pas? Heidi Klum se kum pas alo, jo nuk është ato se kum pas alo. Po besoj edhe herë të përdo. Edhe shumë influencat, majkina, s'ka kategori që nuk vjen të na. A vështirë me punu me ta? Jo, shumë thjesht. Son ma të famë shumë janë, qatë që ma letë është. Okej. Hinë mrena, folë me ta, me modele, Victoria's Secret, punoj shumë me to, shumë të famë shumë. Kur shpërthej Dashi Krasniqi për herë të parë? Cili ishte vite që ti the, okej, unë mriva këtu ku dashta. Shqiptarë në Gjermani, ka shumë shqiptarë atje, ka shumë që bojnë dynera, restorane që ti me floktar, ki mjek, ki gjithë shka. Gjithë mas, po. Hajde, ku është përthimi jëtë kështu që the, I did it, falimderit zotë. Po, i falimderus të çdo ditë jam. Bravo. Qërem, më shpërthuj, s'po di që shme thonën. Hajde, mendoje. Po, a ditë që i kena qelen në salonin e madhë, pe aty që kër e kena po as hapjen, kanë arë shumë të maj, si fuzbalera, si që lujnë në filme, kanë arë dhe pe a ditët të konë në bu. Bravo. Sa punëtore ki komplet Kosovë-Gjermani? 26 vetë gati. 26. A një bagi. Bravo, Dashi. Faleminderit. Këse kishti tash edhe nusën e djallit kejt familjen. Bravo. Po, i kam me familje për atë arsye. Zinxhir me trashëgu. Funksionon shumë mirë. Sa mirë. Jam i knaqët, i kam rejat shumë si vajzat mira. Janë shumë zoja të dyjat. Jam shumë i knaqët me to, edhe jam t'i menaxhojnë shumë bukur. Edhe jam shumë i knaqët jam me ta. Edhe falemderus jam shumë edhe nga gruaja që keta me menaxhon, se unë jam frizer, unë jam punoj punën, ama këto sene qira se këshyresh ti me vetë mu që tash të numrin e kontos e sa pare kam se di. Muj me tregu se e kam gjep në kulet, ama nuk i di se e kam se kurse më ka interesuar mu kon. Për herë gruaja mi ka menaxhu këto, edhe mi ka rejt jam shumë bukur. Po, shumë të edukumi ki, ja? Me sistem shqiptar, grati kena shqiptare, kena pas për herë qef, do me thonë rrethi u mshelën, edhe që tash matutje, shikojna ku përshkojnë. Pa tjetër. Besojna që shkollën me qeli këto që të vit, që mi odhonë edhe, për mua është seni ma e madhë që shkollim mi odhonë 3 këto, edhe me hecë matutje, që ka është seni në fund që du me bo. Bravo, edhe pyetja e fundit për sot është shtesat, extensions, ka shpërthyja, s'po di qësh është në Gjermani, po në Kosovë, çdo e dyta mund të them që ka extensions, o bo një farë trendi, që ja pra dikush e ka problematikën që nuk i rritën flokët,
Edhe shpëtimi jo në extensions. Po, është shumë mirë. Dikush i ka flokë të dopta, s'ka shumë flokë, shpëtimi është extensions. A ti dëmtojnë flokët, as ti dëmtojnë. Çfarë extensions kemi të dashur? Mbora çfarë teknike merr, mund me ti dëmtua nëse punon keq. Nëse është të tepës, nëse ole pak keq, mund me ti dëmtu se ti nuk flokët. Nëse se kri produktin kur ti qetë që me heqen për vetit, nuk ta dëmton kur gjë heq. Punojna me shnolla, i kam shnollat e mija të veta që i kom punu me to që 3 vjet i kom zbulua dhe i kena ndreqen, do më thonë, kena flokët e bardhe nga Rusia, flokët e zeza edhe brown janë nga India. Edhe është sistem shumë interesant, se nuk është sistem që i kanë qunë tepëll e ka marrë flokë, do më thonë, ata i kanë krej flokët, edhe kanë rok flokët, i kanë mjellën. Edhe pja time i kanë drejqen të pse i kena klipat shumë të butë, do më thonë, kur ti ndojsh të ti si dikton dikush që nuk janë flokët e tua. Mu kur s'm kam pëlqy një gjikë, kur s'kam gjikë? Komi ti ndu një ditë edhe kemi pa vetë, edhe më të regon. Vëtë me pa. Pritoj. Po, ti si banë, unë i pëj. Po të edhe, po pritoj me nej. Po për lomi që ta Që të s'kom që pas mi lidhë. Jo ta bojna nejën mirë, ta bojna nejën mirë. Po, Ki knatësi kur të vish. Në pjatë pasta. Po. Jo, s'lan me hangër të atë. E porosi. Ane. Shkon në kuzhinë ta. Ane. Unë dëshiroj shumë suksese. Ana, Kisha faleminderit knatësi që shumë. ti intervistova. Shumë faleminderit. Një sezon kështu zjarë të dëshiroj. Inshallah me vetë na dashme. shnosh e mirë. Edhe e bëv shkollën edhe qashtu, me shëndet ndryshe me pas për me Ramazan, e ka marrë Ramazanin shtykus, se kur e kom thirë të ana, më linushëm për pëllona mas Ramazani. Po. Që sa agjeron? Po, kako. Bravo. Po. Me syfyra pas syfyra. Aty e këshyri e disiplinën. Bravo. Me syfyra pas syfyra. Ka njëherë kom bo me syfyr, amo kohën e mram jo se më dikoj ke gjumi tani në punë. Okej. E për atë arsye tani ne isha ma qu deri në 12 një, edhe tani më isha me kalua. Bravo. Unë kisha knaqësi shumë që t'intervistova. Sa mirë se na ke ardhur në Prishtinë. Faleminderit. Edhe i preva sot flokët. E tash edhe Faleminderit. thinja gati për verë. S'ka flokët bardhe, kam 25 vjet i kom. Kema ndryshu për herë mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë A për kalove ftesë. mirë? Shumë bukur, faleminderit A i ra për bukë. pishmon? Hiç, edhe i sukun për atë pishmon. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Unë kalova Inshallah ta shumë kthej mirë. për të mirë. Faleminderit Që shumë edhe erdhe. kena posh kënaqësi shumë. Shumë Inshallah për faleminderit. shikuesit kena tregu ballë. Së shpejti me shkollën. Inshallah. Edhe? Faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit. Shikues Edhe për shkollë gjithashtu. marketing, mos e ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt, sepse me dashin do ta mbyllim emisionin, apo? Po, caka. Po, e mbyllim bashkë. Shikues, u rikthyem nga bloku i fundit i marketingut në krahun tim të djathtë, fruktari mirë njohur dhe shumë i suksesshëm Dashi Krasniqi. Kënaqësi që u takuam edhe një herë pas 9 viteve, edhe pse kom pa në çdo verë këto jemi përshëndet, po kënaqësi që të realizojmë një intervistë Me punë. me punë. Pa. Gjithsesi. Edhe unë ton këto vjet i bona, ama mira, s'jam plak shumë. Hiç, vetë si e për 3, mashallah. Edhe ti. Shikues, faleminderit që ishit sot me neve, faleminderit Jana për grimin, për flokët, faleminderit Dashi Krasniqi që mi ka hek këto majet, ai kisha bajgit pata i pata. Ta Ja, shikon miq. pak. I kemi pasur shikues. Ciao Berto, e janë Ciao Berto dhe bleni produkte made in Kosova, shqip shikues, ujë tepelen, ujë shqiptar më i mirë. Produktet italiane, sot kishim pontin dhe moninin, hangrim një super salat. Ne se hangër dashën e provova, po e mirë ke dasha. Fantazi, faleminderit shumë. Ja. Dhe po shkojmë me pi kafe që tash. Rreth se kam edhe një dhurat. Po, mos ta harrojmë Tulipan Flower Shop në rrugën Regje Plusi në Prishtinë, gjeni lule të freskëta. Kam edhe një dhurat nga Argo Grupi. A je për verë të bardh, verë të kuqe, apo për sangria? Verë të bardh. Verë të bardh. A vestja çolloj. Po mduket, s'na pas ka vetë valla verë e bardh. Ta kemi edhe roze, apo don roze, apo don të kuqe, apo don sangria. Të kuqe. E hajme, okej? Ja, nga babuna të ktheshe, një verë të kuqe. Faleminderit shumë. Po shkojmë pra me Dashin, po e pim nga një kafe ditë e djel. Pushem e kisot. Po, edhe me pushu. Edhe nesër harikiri ditë e hanë. Se djel kom ftof sa të nxet. A fitu diçka ke çukuzve para se me dal. Qa po ju thu për gjithë ata që të kanë dëgju, që s'kanë ardhë, hala klientat të ti, dikush ndështa zgudzon se thotë ky është i shtrajt, unë nuk shkoj te ky, zgudzojmë në shku. A duhet me guxu me ardhë të Dashi Krasniqi? Gjithashtu. Jeni mirë se ardhur Kate, shtrejt,
nuk jena shtet, nuk është e vërtet ajo, dera është e hapur për ketë, jeni mirë se ardhur, jena musafir, mirë se vini kej. Ju faleminderit. Ashku. Hajde. Mere, Nesëm, hajde. O nesëm që kus kaloni bukur. Hajde. Gëzuar. Gëzuar.